imunitetit ndaj zëvendës kryeministres, ministres dhe deputetes Belinda Balluku. Kërkesa e 5 anëtarëve të Këshillit është e bazuar në rregulloren e Kuvendit që duhet jetë i vetmi dokument ligjor dhe i vetmi udhërrëthyes për deputetët e Kuvendit, po mbi gjitha për kryetarin e Kuvendit. Dua të sqaroj qytetarët se Këshilli i Mandateve mblidhet përmes 2 formave të parashikuara nga rregulloria e Kuvendit. Konkretisht, neni 13.6 e rregullores përcakton shprehmisht se Këshilli mblidhet me kërkesën e kryetarit të Kuvendit, siç ishte rasti i mbledhjes datës 19 dhjetor, ose të një të dytës së anëtarëve të Këshillit. Duke u bazuar në këtë dispozitë të rregullores, kryetari i Kuvendit ka për detyrë jo vetëm të njoftojë mbledhjen e Këshillit, po gjithashtu të njoftojë edhe rendin e ditës. Sot mbushen plot 3 javë nga dita ku prokuroria ka kërkuar lejimin e arrestimit për krahun e djathtë të Edi Ramës, bashkëpunëtoren e tij në krim, Belinda Balluku. Dhe po sot mbushen 3 javë ku kryetari i Kuvendit dhe 4 përfaqësues të tjerë të Edi Ramës në Këshillin e Mandateve fshihen një lloj si fshihen ata që kanë shkelur ligjin. Ky është një akt i paprecedent që nuk ka ndodhur kurrë në Kuvendin e Shqipërisë, ku Këshilli i Mandateve të ketë marrë më shumë se 3 javë kohë për të shqyrtuar një kërkesë të ngutshme të prokurorisë, qoftë përpara kryerjes së reformës në drejtësi, qoftë pas reformës në drejtësi. Kjo edhe për faktin sepse neni 118 i rregullores Kuvendit që rregullon mënyrën se si funksionon Kuvendi i Shqipërisë në rastin e kërkesave të prokurorisë për të autorizuar arrestimin e një deputeti, e trajton procedurën si një procedurë të ngutshme, si një procedurë urgjente. Konkretisht rregulloria përdor termat kryetari i Kuvendit njofton menjëherë, pra nënkupton një urgjencë në trajtimin e kërkesës, ka një afat brenda 2 javëve, brenda cilit Këshilli do duhet prodhoj raportin ku rekomandon dhënien ose jo të autorizimit për prokurorin, dhe po ashtu ka një afat tjetër të ngutshëm që rekomandimi i Këshillit vendoset si pikë e parë e rendit ditës të seancës pasardhëse.